Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Me shërbimet e përmirësuara dhe të reja e kanë gjetur vizitorët Butrintin në këtë sezon. Në këtë mënyrë vizita e tyre bëhet më e lehtë dhe mirë orientuar dhe aksesueshme edhe për personat me aftësi të kufizuara. Interesin e tyre këtë vit e ka shtuar edhe aplikimi i audioguidave dëgjuese. Parku arkeologjik i Antigones po vizitohet nga një numër i lartë turistësh gjatë kësaj periudhe, ku mbizotrohen kryesisht vizitorët italianë të interesuar për historinë dhe trashëgiminë kulturore. Turistët vlerësojnë veçantinë e parkut dhe pasurinë arkeologjike që ai ofron. Sipas drejtuesit të parkut Toma Basho, këtë vit është shënuar rritje e dukshme e numrit të vizitorëve krahasuar me vitin e kaluar. Një ëndër që nisi nëpërmet sot ka mbërritur deri tek Fanella Kuqezi. Aurora Dede, e cila u dashurua me basketbollin që në moshën 10 vjeçare, është tashmë pjesë e kombëtares shqiptare. Ura e trashëgimisë ishte aktiviteti që u përmbyll ditën e hënë me një mbrëmje filmike, ku u shfaqen filma artistik dhe dokumentar kushtuar të drejtave, identitetit dhe trashëgimisë kulturore të pakicave kombëtare. Ju njohim tani më gjërësi, është me shërbime të përmirësuara dhe të reja e kanë gjetur vizitorët Butrintin këtë sezon. Në këtë mënyrë vizita e tyre bëhet më e lehtë dhe mirë orientuar edhe për personat me aftësi të kufizuara. Interesin e tyre këtë vit e ka shtuar edhe aplikimi i audioguidave dëgjuese. Këtë verë, vizitorët e qytetit antik të Butrintit kanë gjetur shërbime të përmirësuara dukshëm që përbëjnë risi në pritjen e tyre. Ina Hysi, menaxhere e shërbimeve për vizitorët, tregon se shërbimet e reja kanë për qëllim ta bëjnë vizitën më të lehtë, të mirë orientuar dhe të aksesueshme edhe për vizitorë me aftësi të kufizuara. Parku kombëtar i Butrintit po pasurohet me disa risi që do ta bëjnë vizitën më të lehtë, më të qartë dhe më të aksesueshme për çdo vizitor. Interesin e vizitorëve ka shtuar aplikimi i audioguidave, fillimisht në dy gjuhë, shqipe e anglisht, ndërkohë që ofrohen disa vend pushime të reja dhe është plotësuar sinjalistika orientuese. Me impakt të veçantë në rritjen e vizitueshmërisë, janë platformat e ngritura të aksesueshmërisë që mundësojnë dhe lehtësojnë aksesin në monumente edhe për personat me aftësi të kufizuara. Vlen të përmendim disa risi, duke filluar me audioguidat, e cilat fillojnë në gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze, dhe më vonë do të pasurohet me disa gjuhë të ndryshme që do të jenë në shërbim të vizitorëve. E hapja e 5 vend pushimeve të reja, gjithashtu implementimi i sinjalistikës orientuese dhe disiplinuese. Por ajo që ka vlerë më tepër për të përmendur janë ndërtimi i platformave të ngritura të aksesueshmërisë, të cilat do të bëjnë të mundur vizitueshmërinë deri në 70% të monumenteve nga persona me aftësi të kufizuar. Të gjitha këto risi e kanë përmirësuar cilësisht këtë verë përvojën e vizitës në qytetin antik dhe parkun kombëtar të Butrintit, që është pjesë e trashëgimisë botërore UNESCO prej vitit 1992. Parku arkeologjik i Antigones po vizitohet nga një numër i lartë turistësh gjatë kësaj periudhe, ku mbizotërojnë kryesisht vizitorët italianë të interesuar për historinë dhe trashëgiminë kulturore. Turistët vlerësojnë veçantinë e parkut dhe pasurinë arkeologjike që ai ofron. Sipas drejtuesit të parkut Toma Basho, këtë vit është shënuar rritje e dukshme e numrit të vizitorëve krahasuar me vitin e kaluar. Parku arkeologjik i Antigones po përjeton një fluks të shtuar vizitorësh gjatë kësaj periudhe verore, ku dominojnë kryesisht turistët italianë, të cilët shprehen të interesuar për historinë, arkitekturën dhe rëndësinë që mbart ky park për trashëgiminë kulturore. Vetë vizitorët theksojnë se Antigonea është një destinacion i veçantë ku ndërthuret natyra dhe historia. Ata vlerësojnë ruajtjen e monumenteve dhe panoramën që ofron zona, duke e konsideruar një eksperiencë unike për çdo turist që viziton jugun e Shqipërisë. Më pëlqen shumë ky park. Këtu kemi marrë të gjitha shpjegimet e mundshme, nga përgjegjësi dhe drejtuesi i parkut. Çfarë më pëlqen më shumë në këtë park? Sigurisht, banesat, zonat dhe gjithçka tjetër, por mbi të gjitha më pëlqen vegjetacioni. Është shumë i bukur, shumë i veçantë. Mendoj se këtu po bëhet një punë e madhe nga njerëzit, por mua kjo më prek. Ajo që më prek është historia e këtij vendi, origjina e tij. Dua të them kush e ka ndërtuar dhe pse e kanë bërë. Dhe kam shumë pyetje në mendje përse jeta e tij ka qenë kaq e shkurtër. Më pëlqen puna që bëjnë këta njerëz, sepse është një përpjekje e madhe për ta ruajtur dhe për ta nxjerrë në dritë gjithë këtë realitet, duke u përpjekur ta paraqesin sa më afër asaj që ka qenë në të vërtetë.
Sipas drejtuesit të parkut Thoma Basho, numri turistëve këtë vit ka shënuar rritje të ndjeshme krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ai thekson se interesi në rritje vjen si rezultat i promovimit më të mirë dhe shtimit të vizitorëve të huaj, duke kthyer Antigonen në një nga pikat më të vizituara arkeologjike në zonë. Vizitorët janë gjithmonë në rritje edhe në parkun e Antigones. Nga viti i shkuar sigurisht ne kemi një rritje më të madhe, pasi Drejtoria Rajonale Trashëgimisë Kulturore Gjirokastër ka marrë iniciativa të ndryshme si mund të jenë reklamimi i tyre, po kështu në mediat sociale, por edhe në zonën e pazarit është vendosur një stand e cila i fokusohet vetëm për reklamimin e parkut, të cilat ka dhe fletpalosit të cilët vizitorët mund t'i marrin. Por sigurisht në krahasim me vitin e shkuar kemi një rritje shumë të madhe, një rritje e cila pritet që të jetë edhe më shumë në shtator, tetor, e cila është periudha më e duhur për të vizituar parkun. Parku arkeologjik i Antigones po konsiderohet gjithnjë më shumë si një nga destinacionet më të rëndësishme kulturore në jug të vendit. Rritja e numrit të vizitorëve, veçanërisht turistëve të huaj, tregon interesi në rritje për historinë dhe trashëgiminë shqiptare, duke e bërë këtë park një pikë referimi të rëndësishme për turizmin kulturor të rajonit. Kontrollet të intensifikuara nga policia rrugore në të gjithë qarkun e Gjirokastrës. Përgjatë një jave janë vendosur mbi 1300 masa administrative, ndërsa 24 leje drejtimi janë pezulluar. Në fokus të kontrolleve janë shpejtësia, parakalimet e gabuara dhe drejtimi nën efektin e alkoolit. Policia njofton se kontrollet do të vijojnë të pandërprera për rritjen e sigurisë dhe parandalimin e aksidenteve. Policia rrugore Gjirokastrës ka intensifikuar kontrollet në të gjitha akset rrugore të qarkut, me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe menaxhimin e trafikut gjatë sezonit veror. Menaxhimi po kryhet me dron, radar dhe makina inteligjente, ndërsa në fokus janë drejtuesit që shkelin rregullat e qarkullimit, veçanërisht ata që drejtojnë automjetin nën efektin e alkoolit, pa leje drejtimi, apo ata që kryejnë parakalime të gabuara dhe lëvizin me shpejtësi gjatë periudhës 17 deri me 23 gusht. Në të gjithë qarkun janë proceduar penalisht 3 drejtues mjetesh, ndërsa 24 leje drejtimi janë pezulluar. Në total, policia rrugore ka vendosur 1383 masa administrative për shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Numrin më të lartë kanë shkeljet për ndalim dhe qëndrim të gabuar, me 455 masa, të ndjekura me 449 masa për shpejtësi tej normave të lejuara dhe 288 masa për parakalime të gabuara. Gjithashtu janë vendosur 14 masa ndëshkuese për mosvendosjen e kaskës mbrojtëse, 2 për drejtim të mjetit nën efektin e alkoolit, 4 për mosvendosjen e rripit të sigurimit, si dhe 171 masa për shkelje të tjera të rregullave të qarkullimit. Policia rrugore njofton se kontrollet do të vijojnë në mënyrë të pandërprer në akset urbane, interurbane dhe rurale të qarkut, me synim rritjen e sigurisë dhe parandalimin e aksidenteve. Në fund, policia apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve që të respektojnë rregullat e qarkullimit dhe të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes në rrugë. Për çdo shkelje, qytetarët mund të telefonojnë pa pagesë në numrin 112. Një ëndër që nisi në përmet, sot kam bëritur deri tek Fanella Kuqezi. Aurora Dhedhe, e cila u dashurua me basketbolin që në moshën 10 vjeçare, është tashmë pjesë e kombëtares shqiptare. Një rrugëtim i nisur nga pasioni dhe i ndërtuar në 7 vite me shumë punë, që për këtë vajzë të re është vetëm fillimi një ëndre shumë më të madhe. Në përmet, aty ku sporti ka një vend të veçantë në jetën e qytetit, një vajzë e re po ndërton hap pas hapi ëndrrën e saj. Aurora Dhedhe ishte vetëm 10 vjeç kur nisi të luante basketboll, një zgjedhje që me kalimin e viteve po shndërrohej në pasionin e saj më të madh. Edhe pse basketbolli shpesh perceptohet si një sport i dominuar nga djemt, për Auroren nuk ka rëndësi se çfarë mendojnë të tjerët. Për të, topi, fusha, skuadra janë pjesë e përditshmërisë së saj. Unë kam që në moshën 10 vjeç jam marrë me këtë sport, edhe gjithmonë më ka pëlqyer, familja ime është shumë sportdashëse dhe gjithmonë më ka mbështetur në këtë rrugtim, dhe gjithashtu tani mendoj se do më kthehet në një profesion. Herën e fundit jemi përballë me Goga Basket, të 2 radhët që kemi dalë kampion jemi përballë me Goga Basket, me skuadrën e Durrësit.
Gjithmonë kur ne kemi ndeshje këtu, salla mbushat full, ka shumë njerëz që vinë na mbështesin gjithmonë. Gjithashtu profesorët e mi dhe mësuesa Anila kanë pasur një vend shumë të veçantë për mua, në gjithë punën që unë kam bërë, në gjithë sakrificat që ata kanë derdhur për mua dhe në gjithë punën që ata kanë bërë për mua këtu në stërvitje me orë të tëra. Basketbolli i meshkujve është pak më intensiv, por edhe kjo nuk do të thotë që femrat nuk mund të luajnë dhe nuk mund të kenë hapësirën e tyre për të luajtur basketboll. Mendoj se basketbolli i femrave është shumë i mirë dhe shumë i përshtatshëm për të luajtur. Gjithmonë kam dashur që basketbollin tim ta zhvilloj në stadie shumë më të larta, kështu që shpresoj që në një të ardhme, nëse janë mundësit, ta zhvilloj edhe pse jo jashtë shtecit. 4 vite pas nisjes së këtij rrugtimi, Aurora ka arritur një tjetër pikë të rëndësishme. Është bërë pjesë e kombëtares së Shqipërisë. Fanella kuqezi, për të nuk është thjesht një uniform, është emocion, përgjegjësi dhe një nga ndjesitë më të bukura që i ka dhuruar basketbolli. Atëherë unë kam qenë 4 vite rresht në kombëtaren e Shqipërisë. Kam qenë pjesë e kombëtares së Shqipërisë, kam luajtur aty. 2 vite kemi marrë vendin e tretë, edhe kjo ka qenë një arritje shumë e madhe për mua. Gjithashtu me përmetin kemi marrë pjesë në kampionatin shqiptar, ku 2 herë kemi dalë kampion të Shqipërisë në U16 dhe kam dalë MVP e finales 2 herë rresht. Gjithmonë jemi munduar që ta përkrajmë njëra tjetrën në çdo ndeshje, në çdo sfidë që kemi pasur gjatë gjithë kohës, dhe mendoj se jemi një grup shumë i mirë dhe mendoj se kemi shumë kimi me njëra tjetrën. Pas çdo ndeshje dhe çdo stërvitje, fshihet një vajzë që nuk dëshiron vetëm të luajë basketboll. Ajo dëshiron të rritet si sportiste, të përfaqësojë denjësisht qytetin e saj dhe një ditë të lërë gjurmë në këtë sport. Përmeti, një qytet që e do sportin, është vendi ku nisi kjo ëndër. Tashmë, Aurora sheh përtej kufive të qytetit të saj. Ajo ëndërron që së bashku me skuadrën e saj të arrijë suksese, të bëjë emër dhe t'u tregojë vajzave të tjera se në sport nuk ka ëndra të pamundura. Nga një vajzë 10 vjeçare që hodhi hapat e parë në parket te fanella e kombëtares shqiptare, rrugëtimi i Aurorës sapo ka nisur. Ura e trashëgimisë ishte aktiviteti që u përmbyll ditën e hënë me një mbrëmje filmike ku u shfaqën film artistik dhe dokumentar kushtuar të drejtave, identitetit dhe trashëgimisë kulturore të pakicave kombëtare. Këta filma u realizuan gjatë workshopeve të mbajtura për disa ditë, pjesë të cilave u bën fëmijë të rinj të Dropullit dhe Gjirokastrës. Për 4 ditë me radhë, fëmijë nga Dropulli e Gjirokastra u përfshin në aktivitetin Ura e trashëgimisë, i cili u finalizua mbrëmjen e djeshme me shfaqjen e një dokumentari që ka në fokus trashëgimin kulturore dhe natyrore të Dropullit. Organizatori Kosta Zhonga thotë se gjatë këtyre ditëve fëmijët përmes workshopeve mësuan më shumë rreth procesit të krijimit të një filmi të shkurtër, të animuar dhe bazat e ndërtimit të rrëfimit dokumentar. Bëm një urë lidhëse të kulturës midis Shqipërisë edhe minoritetit grek në Dropull. Kjo u bë në Dropull data 20 deri 24 sot është finalja. Por gjithë ditë ne bëm një workshop, do 3 workshope me fëmijët. Realizuan 2 piktura të mëdha, si shikoni ato këtu, janë bërë me fëmijët. Edhe një film dokumentar edhe një film animuar. U mësuat të fëmijët këto ditë se si mund bëhet një film animuar, teknika e animimit, si bëhet. Nuk është thjesht marrë me vizatojmë. Po ka të rrugën e vetë, teknikën e vetë. Ndërsa dokumentari që bëm është për një shtëpi 200 vjeçare në Dropull, si që gjë rrallë ajo, të cilën ne e gjetëm rastësisht. Edhe me duhet bëjë dokumentar për të treguar se si është ndërtuar, zakonet si i kishin, se gjetëm e një 90 vjeç, e cilë nga foli për gjithë ato tradita. Deri këngët që kishin dhe vjetra popullore. E munduam ne që gjithë ato i realizojmë një dokumentar vetëm. Pavarësisht sot do ta shfaqim dokumentarin, jo të gjithë plot, për arsye se do të bërë montazh. Në për 4 ditë nuk është kollaj të bëhet një dokumentar, po do mundohemi të shfaqim sot edhe e filmin animuar, edhe dokumentarin. Gjithashtu kemi edhe 3 filma pas që janë për minoritetet, i përshtaten temës. Ky aktivitet u mbështet nga Komiteti i Pakicave Kombëtare. Kryetaria Konstantina Bezhani shpreh se organizime të tilla shërbejnë për përcjelljen e trashëgimisë të brezat e rinj.
është gjë shumë e veçantë të flasësh për trashëgimin kulturore. Unë jam kryetare e 9 minoriteteve, 9 pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë dhe kjo më ka bërë më të pasur si njeri, sepse unë kam parë zakonet, traditat, mënyrën se si gatuajnë, mënyrën se si vishen, veshjet e bukura të çdo komuniteti, të çdo minoriteti, të çdo pakice kombëtare, se cila është e ndryshme. Janë si lulet e bukura, që mund të jenë 9 lule të ndryshme, ato janë të veçanta në llojin e tyre. Ato kanë karakteristika të veçanta në llojin e tyre. Zakonet për shembull të Dropullit me zakonet e Pogonit janë të ndryshme. Zakonet e këtyre dy krahinave që janë në një bashki me zakonet e Korçës për shembull që ka atje në Pustec një minoritet tjetër janë të ndryshme. Me zakonet e një minoriteti tjetër që janë për shembull minoriteti malazez që janë në periferi të Shkodrës janë të ndryshme. Por këto janë zakone shumë të bukura, por këto janë veshje shumë të bukura. Ne përpiqemi dhe qeveria jonë ka nxjerrë një fond të veçantë për të ruajtur, për të mbajtur zakonet dhe traditat e çdo minoriteti. Ne sot jemi këtu për minoritetin grek. Ne këto zakone dhe tradita t'i ruajmë edhe t'i kalojmë te fëmijët tanë. Prandaj jemi këtu sot me fëmijë, që kjo ura e trashëgimisë të kalojë te brezat që do të vinë, ashtu si te brezat e kaluara i kaluan tek ne dhe ne tek ata. Urat e trashëgimisë erdhi në kuadër të edicionit të 6 të Dropull International Short Film Festival. Datat 28 dhe 29 gusht do të shënojnë organizimin e festivalit folklorik Divani Lunxhoti, i cili vjen në edicionin e 12 të tij. Ky event do të mbahet në fshatrat e rinj dhe Kakos dhe do të bëjë bashkë 14 grupe popullore nga vendi dhe jashtë kufive. Artistë popullor nga zona të ndryshme të vendit, por edhe jashtë kufive, do të bëhen bashkë në datat 28 dhe 29 gusht në edicionin e 12 të festivalit folklorik Divani Lunxhot. Do të jenë 14 grupe që do të performojnë në skenën e këtij festivali të kthyer tashmë në traditë. Këtë vit, ndryshe nga më parë, festivali do të zhvillohet në 2 fshatra, e Rind dhe Kakos. Festivali Divani Lunxhot është në edicionin e 12. Unë për të kujtuar dhe të mbajtur gjallë dhe figurat e ndrytur edhe të Lunxhërisë që ka dhënë kontribute dhe tyre për çështjen shqiptare, për pavarësinë. Çdo edicion i vë emrin e një atetari. Si vjeta e ka emrin e Rilina Sistemat Petropokës. Kjo edhe për arsyen tjetër sepse nata e parë e festivalit do të bëhet në Erind. Erindi këto është fshat me histori. Nuk flas vetëm për lashtësinë e tij si fshat, po me kontribute, me ndihmesa në çështjet kombëtare. Përveç Petropokës, që është një figurë e jashtëzakonshme e Ririndjes, Erindi ka kontribute edhe në luftën antifashiste nacionale shqiptare. Është fshati i 2 herojve të popullit, Misto Mames dhe Mihadurit, po është fshati i 13 dëshmorëve. Kështu që ai ka kontribute në këto fusha. Prandaj, unë kisha kohë që mendoja që duhet ta bëja një natë festivali në Erind. Kjo është një risi, unë e shpërngula festivalin nga Doksati dhe në fshatat e tjera. Vjetë për shembull bëra një natë Doksati, në atë kohë, si vjetë 2 natët janë jashtë Doksatit. Njëri ishte në Erind dhe tjetri ishte në Kakos, datë 29. Drejtori i festivalit, Koço Vasili, ndan për mikrofonin e RTS-s edhe risit me të cilat vjen ky event. Ka një raport të drejtë midis moshave që do marrin pjesë në festival. Do të ketë që nga fëmijë, që nga moshat e reja, domethënë, moshat e mesme deri tek të moshuari. Brenda festivalit do të ketë jo vetëm këngë polifonike, por do të ketë edhe valle të kënduara, por do të ketë valle të kërcyera. Unë do të quaj risi edhe faktin që ne na vijnë 2 grupe nga larg. Na vjen për shembull Asambli Mirditës, i Matit, që është një nga asamblet më të njohura për këngët e tij të shoqëruara me instrumenta, për orkestrën e tij të veçantë. Kështu na vjen edhe një grup nga Shpati Elbasani.
i mirënjohur dhe ai, që ka të përgjera këngë edhe vallet të ndryshme. Të pasaj janë grupet e re, rrisi është që unë sjell edhe grupe nga jashtë. Tani rrisi, s'është pa rrisi se ne kemi sjell dhe tjetër, po edhe ky viti ka këtë ardhje nga, kemi një grup vallet nga Janina. Kemi dhe një grup tjetër, po nga minoriteti, po brenda Shqipërisë. Unë kam si ide fikse këtë që nuk mund të bëj festivalin pa patur edhe gjitonët, edhe komunitetet me cilë bashketojnë. Prandaj si vjetë kam zgjedhur grupin e grave të Sarandës, minoritare. Ka një grup shumë simpatik, kërcejnë bukur, madje ato dhe këndojnë polifoni. Duke qenë komuniteti Lunxhot ka brenda dhe komuniteti Vllah, ne do të kemi edhe një grup Vllah në festival. Këta kemi natën e dytë. Kemi grupin e Dopoqë. Përzirë edhe me Parukastër. Vllejt e këtyre asaj zone do të vinë me një grup me këngë karakteristike të folklorit të tyre. Në këtë drejtim do të thoshja festivali do të ka prurje të veta. Do të ketë grupe të fuqishme, përse që është grupi Cfakës, Gjirokastrës, nga një Cfak, që këndon këngë të Tabanit, Gjirokastrit. Do të kemi grupin e minor të Lazaratit, të burrave, dhe një grup shumë e fuqish. Vjen një grup nga Shenerica e Vlorës, vjen grupi i Vajzës Vlorës. Ne kemi qenë në kam ftuar ata para 20 ditësh në festën e tyre edhe ne i ftuam në aktivitetin tonë. Kështu pasaj edhe grupet të tjera pa i përmendur gjithë me radhë, edhe si zakonisht Asambli Lunxhëria bën punën e vet, e çelë ose e mbyll aktivitetin. Divani Lunxhot organizohet me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, Bashkisë dhe Këshillit të Qarkut Gjirokastër. Divani Lunxhot për 12 edicionet që ka qenë, është mbështetur nga Ministria e Kulturës, kryesisht. Është projekta, aktivitet, veprimtari, festival, që e një Ministria e Kulturës, që ka 12 vjetë që e mbështet dhe sponsorizon. Unë gjej rastin këtu të falenderoj Bashkinë e Gjirokastrës, që gjatë gjithë kohës e ka mbështetur festivalin. Aktualisht, këto vitet e fundit kryetari kësaj bashkie, Flamur Golemi, ka qenë dashamirës edhe ka dhënë mbështetjen e vet. Do të thoshë gati të pakurësie. E interesuar që festivali të dalë sa më mirë. Falenderoj edhe Qarkun e Gjirokastrës, i cili ai ka rreth 10 edicione që e mbështet. Në dy të parat ai nuk ishte, nuk i kishte thënë njeri dhe kështu që ne krijuam bashkëpunimin e vonë. Vetë kryetari, zoti Dino Selimi, është përkujdesur që kërkesat tona të stafit tonë nga Qarku të ne plotësoj pa hezitim do thosh. Bile, unë i falenderoj edhe për pjesëmarrjen e tyre në edicionin e Divanit Lunxhot. Thuaj se na kanë nderuar me pjesëmarrjen e tyre. Ishim në minutat editarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë mirupafshim.